Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E papritur, Elhajda Dani dhe Ledian Agallaj i japin fund lidhjes 3 vjeçare. Një lëvizje e vogël në rrjetet sociale ka mjaftuar për të ngritur pikpyetje të mëdha. Elhajda Dani nuk e ndjek më partnerin e saj, balerinin Ledian Agallaj në Instagram, një detaj që nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit dhe mediat roz. Në epokën digjitale, një klikim shpesh interpretohet si mesazh. Këngëtarja e ka hequr Ledianin nga lista e personave që ndjek, ndërsa balerini vazhdon ta ndjek Elhajdën. Një asimetri që ka shtuar spekulimet, sidomos pasi Lediani ka zgjedhur të vendosë në profil një foto të tij nga shumë vite më parë, një zgjedhje që disa e lexojnë si simbolike. Nuk ka asnjë reagim zyrtar nga çifti, çka i lë hapësirë interpretimeve. Bëhet fjala për një krizë në çift, një vendim impulsiv, apo thjesht një gabim njerëzor që në botën e rrjeteve merr përmasa të mëdha. Elhajda dhe Lediani janë bashkë prej 3 vitesh dhe lidhja e tyre ka qenë më e komentuar se kurrë. Historia nisi në skenën e Dancing with the Stars, aty ku bashkëpunimi profesional u shndërrua në romancë. Megjithatë, në fillimet e saj, lidhja u shoqërua edhe me polemika, pasi u përfol se raporti i mëparshëm i balerinit përfundoi në kohën kur ai u afrua me Elhajdën.